të nderuar bashkëqytetar, Zoti ju ruajt e qofshit nderuar në jetë e breza që po dini me ashlye borgjin Shqipërisë dhe me qenë se para meje foli mësues Feriti me këtë rast shpreh respekt e mirënjohje për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë, mirënjohje e përulje para mësuesve dhe gjithë profesorëve të Shqipërisë që qëndrojnë në anën e drejtë historisë e që shërbejnë e qëndrojnë në mbrojtje të ëndrrës së nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, sepse Shqipëria është në këtë ditë të zezë, pikërisht sepse ëndrrën e rinisë dhe studentëve të Shqipërisë e shkelën me kam horrat e partisë komuniste, horrat e sovjeto-komunizmit, horrat e sorosiano-komunizmit, horrat e anti-shqiptarët të cilët u katapultuan mbi pozicionet e institucioneve të shtetit e nuk lanë gjapo e bashkë Shqipërisë. Tani duhet përveç se me shpreh respekt dhe thirrje, o kolegë të nderuar, bini në sheshet e lirisë, mos bani gafën e tretë. Njëherë jeni turpruar në vitin 1990 kur i latë vetëm studentet dhe ranë në dorën e manipulatorëve. Njëherë tjetër ja kujtoj që jeni turpruar e poshtruar në 2018-2019 që edhe ngelet në klasë studentet që i prinë studentëve. S'keni lënë gjapa ju ba drejtuesve të protestës. Mos e provoni këtë herë, sepse kjo nuk është protesta e partive që mund ta fusnin në xhep, por është protesta e kombit shqiptar. O njerëz, mos u bëni mediokër. Nuk është protesta e 1,5 milion, por janë 7 milion shqiptar. Dhe dijeni mirë që edhe puna e ndyrë që po bëjnë patronazhistet me intimidim dhe me propagandën e flishur të qeverisjes më të korruptuar të Europës, do të marrë fund dhe i thëmë çdo shqiptari që flet shqipe ka gjak shqiptari, mos dëgjoni propagandën, sepse dëgjoj poshtë e lartë se protesta po merr fund. Këtë e thonë në për lokalet, protesta është këtu, gjithë Shqipëria është protestë. Studentët nuk vinë proteste, i ka kredhur kjo qeveri në varfëri, e punojnë kamarierat tonë mbrekët e punëtorë me qitë bukën e gojës. Ama me zemër e me shpirt të gjithë studentëve në zanë si janë këtu. Njerëz, mos u bani idiotër, nuk marrën kjo protestë. Ju a themun, dhe në rast se besoni, atë që ju thot propaganda e qeverisë, mos ju zbardh drita, ikni se jeni plehrat e kësaj toke, nuk jeni njerëz. Dhe së treti, duhet ju thëmë nderuar bashkëqytetar, që armiqtë e kombit të paguar shtrejt me projekte, me lek, me vjedhjen e fondeve, se jemi copë në infrastrukturën e institucione dhe pse Europa ka dhënë miliarda, duhet ju thëmë njerëz, se ne kanë goditur në zemër dhe në palë shkullizore, ne kanë goditur në shkollën Shqipe, mësues dhe profesor të Shqipërisë, prindër të Shqipërisë, ju them që para 13 vjetësh kemi pas 175.000 studentë në universitete, sot kemi 115.000. E dini pse, ka ratë 35%, asë një luftë botërore nuk ja kishte bërë Shqipërisë këtë patërdi. A dini tjetërën, ka ra numërin nxënësve në shkolla i numërit maturës shtetërore me 50%. Kemi pas para 13 vjetëve rrëth 50.000, si mjetë janë diplomuar 26.600, rrëth 50%. Përse? Sepse kjo qeverisje e ndyrë, kakistokratike, thellësisht tradhtore, e masakroj familjen shqiptare, e masakrojnë prona, e masakrojnë në drejtën gjyqësore, e masakrojnë shërbim shëndetësor, e masakrojnë në gjithë shka, në standardin mjedisore, në siguri, në drejtësi. Me qenë një vend tjetër të botës, ku është masakruar rinia shkollore universitare si në Shqipëri, me qenë një vend tjetër të botës,
është masakrua familja si në Shqipëri. Rinia s'ka ma guxim më martue se thot unë jetoj dot për veti. E kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe ne kam goditur në shkollë. E dini problemin tjetër o shok. Ja po mbyllën çdo ditë shkollat. Ku shkojmë? Ku shkojmë? Shkollat janë hanë. U ban një pakt për universitetin 2018-2019 dhe ban ai që pakti me djallin. Tha e ula koston pagesën e studentëve. Ju kujtoj, në Universitetin e Prishtinës studenti paguan 50 euro në vit. Në Shqipëri 350 euro në vit, 7 herë më shumë. Ku uli? Doktoratura në Prishtinë po 500 euro, në Shqipëri 4000 euro, 8 herë më shumë. Ku uli? Konviktet nuk i kemi cop-cop. Qendra studentore s'kemi. Qyteza studentore nuk kemi. Universitete u ke marrë pronat dhe asetet. Ke fut qindrave keme vetëm me u marrë dhe teritorin. Muzeun e shkencave zhduket, kopshtin botanik e zhduket, tani i posuli, çfarë bani? Ku doni me shkue? Kjo është goditja në shkollës. Mos mendoni se për buke, për qef nuk vdes kush. Për shkollë, për kulturë vdesim. Dhe ju a kujtoj, pranoria osmane, jo Turqia sot me moderne, ne ka sulmua herën e parë, ne ka marrë në shkollën 460 vjetë. Çdo njeri që godet shkollën Shqipe, është tradhtari më i ndyrë, më i pështiri kësaj toke. Dhe pranaj kjo qeverisje, është vonë me ikë brana 24 orëve. E nëse dëgjojnë, ta kuptojnë që i kanë varrin Shqipëris, po në atë varë do bjen vetë. Duhet ta kuptojnë mirë këtë. Tani më lejoni ta mbyll me një respekt dhe një shumë të sinqert për rininë e Shqipërisë. Dhe binin sheshe rinia e Shqipërisë, mas prisni asgjë prej partive, bashka gjithu një kësaj proteste dhe të mos duroj ma robrin e poshtërsin si që kemi duru këtë 13 vjetë. Rovë Shqipëria, rovë Bashkimi Europian, rovë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, president Wilsonit. Faleminderit, profesor. Mbrëma njerëz të bukur, patriot. Jam Artur Kurtallari, gazetar dhe vi nga Krahina Krenare dhe kryelar e Lumës, të cilët janë ndruan emrin në Kukës. Goditën një